Mjafton përmendesh problemin e mjedisit për qarkun e Elbasanit, sidomos për qytetarët e Elbasanit, i cili është kthyer në një gangren që ka qenë qysh përpara viteve 90 edhe pas viteve 90, për gjatë këtyre 35-6 viteve. Pikërisht, duke pat parasysh që s'po përmend emrat e subjekteve në qarkun e Elbasanit, por të cilët dihet dhe do të thoshim makinacionet të cilat ato përdorin, që gjatë ditës mund të përdorin filtrat e tyre në siç e ka dhe rregullat për mbrojtjen e mjedisit, por gjatë natës i fikin dhe ka sjell pasoje të parikuperueshme për qytetarët e Elbasanit. Të jenë këto të gjithë inspektimet jo periodike, por të jenë të përditshme, madje edhe të përjashme, që çdo subjekt i cili ndot dhe nuk plotson kushtet sipas parametrave të cilët ka marrë licencimin, do duhet që të marrë përgjegjësi dhe unë i garantoj të gjithë qytetarët e Elbasanit që toleranca do të jetë zero. Kur e them zero, do të jetë zero ndaj çdo subjekti i cili shkel ligjin, duke pat parasysh deri në pezullimin e aktivitetit të tyre dhe heqjen e licencave. Është një problem jashtëzakonisht i madh që do të thotë paralajmërimet, këshillimet i kanë marrë këto subjekte, por toleranca do të jetë zero. Po përsëris prap do të jetë zero dhe po kam ngul në këtë pikë sepse e di problemin. Një problem tjetër përsëri në qarkun e Elbasanit, për fat mirë që qarku jon ka dy lume shumë të rëndësishëm, është lumi i Shkumbin dhe lumi i Devollit, dhe nuk e teproj ta them me plot gojën, për gjatë këtyre 35 vite janë masakruar të dy këto lume nga subjekte të papërgjegjshme, nga subjekte të cilët kanë shkelur ligjin, nga subjekte të cilët nga patur, po themi edhe pravavije të mbështetjeve nga individ të caktuar, qoftë politik, qoftë do thosha lokal apo ku di unë në tyre.